Gjoksi math më rrezikon jetën, habit modelja me deklaratën, njerëzit më urrejnë kur më shohin. Një model e shprehur se gjoksi i saj math e ka vënë në rrezik ndërsa shton se ka dhimbje të vazhdueshme dhe nuk ndihet rahat me rrobat që vesh. Modelja ukrainase Luiza Kovanski, 28 vjeç, filloi të kishte probleme me gjoksin e saj kur ishte vetëm 9 vjeç dhe shpesh ngacmohej për madhsinë më të madhe se mesatarja. Në tetor të vitit 2019, ajo bashkua OnlyFans dhe megjithse mundi të fitojë deri në 50.000 euro në muaj, në faqe ka frikë se ardhmja e saj do të jetë në rrezik për shkak të gjoksit të madh që ka. Më duhet të vesh rroba të gjera në jetën time të përditshme për të mos e vënë veten në rrezik. Nuk më lejohet të vesh bluza të lezetshme si vajzat e tjera, pasi njerëzit përreth do të më urrejnë për gjoksin tim. Njerëzit më shikojnë kur kam veshur xhaketa apo bluza dhe pastaj vesh rroba të mëdha. Nuk është faji im që kam trashëguar një madhësi të madhe gjoksi. Për Instagram dhe YouTube, për shembull, kanë një politikë standarde të dyfisht, gjë që më bën të ndihem nën presion. Më krahasojnë shumë me Pamela Anderson, por me gjoks natyral. Unë do ta konsideroj operacionin për t'i bërë gjërat pak më të përshtatshme, është shprehur ajo, shkruan The Sun.